Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtu në emisionin Hynesha, si zakonisht me jam unë Elvana Shala, e sonte do të flas me një grua e cila e ka një rëndësi shumë të veçantë në jetën time. Me mua dhe me ju është Xhenet Syka. Përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Evi përshëndetje, është kënaqësi e jashtëzakonshme me kë me ke kthyer në kohë jashtëzakonisht shumë. Ardhja tek ti më ngjalli një nostalgji, shumë kujtime bashk, shumë rrëfime bashk. Jam jashtëzakonisht e lumtur dhe krenare Një për ty. jetë të tërë e dashur e kemi bashkë, unë e thash që shumë emocion me të intervistu sot, sepse para 23 vitesh intervistën e parë e kam dhënë tek ti. Kështu që sot po vjen ti tekun. Po, domethënë është një dekadë e tretë ta E quaj, vërtet. pas gjithë kësaj rrëfënie, e cila ka shumë sfida, jashtëzakonisht shumë sfida, por gjitha ato sfida dëshira jote e madhe i ka bërë mundësi, e sonte kisha pasur dëshirë të shpalosim edhe me dëgjuesit. Patjetër, unë të prezantova shumë shkurt sepse në fakt kam rryer të flet mjaftueshëm për publikun e gjerë. Të gjithë e dim aktivitetin tënd jo vetëm mediatik, por tani edhe politik, jeni në 2 ose 3 mandate nëse nuk gaboj drejtoreshe e kulturës në qytetin e Pejës, jashtëzakonisht aktive jo vetëm në Pejë, por në mbar Kosovën, sepse keni arritur që qytetin e Pejës ta vendosni në një hartë të tërë shtetërore sa i përket aktiviteteve të kulturës që ju tashmë ndër vite i organizoni në Pejë. Por për te profesionit tënd, për te figurës publike, sonte publiku do të ketë mundësi të njeh ndryshe nga hapja e kartave e jetës tënde në 3 perspektiva. Para se të vim te kjo pjesë, dëshiroj të të rikthej në retrospektiv, si ka qenë gjendje kur ka qenë fëmijë, çka kujton nga ajo kohë. Në fakt të dashur gjithë jeta ime lidhet me Pejen. Kjo është arsyeja që gjithmonë kur shkruaj diçka apo kur postoj diçka, apo kur nxjerrim ndonjë slogan me kolegët, nisna me atë se një vendlindje të gjithë e kemi. Peja është vend, e kemi emëruar të përbashkët, Po. por Peja është vend që dhuron dashuri pa kushte. Peja ka qenë e bukur gjithmonë, Peja ka ofruar gjithmonë mundësi për njerëzit e mirë. Fëmirin time e kam ngushtë të lidhur me lagjen, e kam ngushtë të lidhur me kopshtin, e kam ngushtë të lidhur me lagjen Kapeshnica, që është lagja më e madhe territoriale në komunën e Pejës, ku kam kaluar mbase momentet më ngazhlyese fëmijërore atje, dhe e kam ngushtë të lidhur me shkollën fillore 8 Marsi që akoma e dua shumë. Dhe janë këto detaje që i kam dashuri pa kushte, ashtu dua t'i kujtoj. Fëmirin time e kam të lidhur ngushtë me gjyshen, me hallën, me prindërit, me vëllajn, me vajzat dhe çunat e dajës, dhe me gjithë miqësinë e lagjës që kemi bërë ta quaj një fëmiri, duke qenë nxënës jashtëzakonisht të mirë, duke bërë aktivitete jo në kushte dhe infrastrukturë sikurse sot, duke e dashur e duke e ruajtur njëri tjetrin pafund, dhe duke bërë pafund konkurrencë në shkollë, për konkurrencë në kuptimin e cilësisë. Ju jeni më e re, megjithatë tek fëmiria jonë standardi i shkollës nuk ka qenë vajtja në përkurse. Në fëmirin tonë standardi i shkollës nuk ka qenë vajtja në qëndrime ditore, dhe në fëmirin tonë standardi i shkollës ka qenë që gjithë mësimdhënia dhe mësimdhënia të bëhet në forca private. Do më thënë ne kemi shkuar në shkollë, kemi mbaruar punët në shkollë, kemi nxjerrë detyrat të shtëpisë dhe ato i kemi bërë vetë. Ne gjuhën angleze e kemi mësuar vetë, muzikën e kemi kultivuar vetë, edukatën fizike dhe kulturën figurative i kemi kultivuar pa mjetet veçanta didaktike dhe konsideroj se kualiteti nuk ka munguar. Absolutisht, dhe kjo duket në fakt edhe nga gjenerata e suksesshme që në fakt jeni, që nga ajo kohë e deri më sot, por më intereson të di gjeni si fëmijë, si ka qenë. Cilat kanë qenë synimet tuaja dhe sa ke arritur t'i bësh ato realitet sot kur po flasim? Në fakt unë kam qenë me 2 ëndra të mëdha. Tek ëndra e Mantelbardhëve, sepse disi dedikohej dhe imponojnë që çdo nxënës i mirë duhet përfundimisht të dalë mjek ose inxhinier. Dhe gjithmonë tek arti që ka qenë pjesë e jetës time prej fëmirisë, do të thënë gjithmonë kam qenë ngushtë e lidhur me muzikën, gjithmonë kam qenë e lidhur ngushtë me fytyrat dhe emrat që kanë bërë impakt tek kultura dhe jo vetëm, dhe gjithmonë më ka bërë përshtypje prezantimi i Pejës nga nivelet të ndryshme dhe nga ta quaj nga orientime të ndryshme të komunës sonë, sepse vetëm të dalje mbase në fund vitet e 70-ta i kemi bërë pushimet verore me prindërit
dhe disa nga garat krahinore që organizoheshin në atë kohë për TIP-s. Përndryshe, lëvizjet më gjata kanë qenë akoma më të pamundura sepse Natyrisht. në vitet e 80-ta më pastaj stabiliteti i situatës politike ka qenë prap i ndryshuar në Kosovë dhe kjo ka pamundsuar që shumë talent, jo vetëm unë, por edhe shumë bashkëkohanik të mi të prezantojnë talentin dhe mirësinë e tyre, si që them unë në pej, por jo vetëm. Është edhe arena regionale, është edhe arena ndërkombëtare, domethënë gjithmonë e përcjellur me një ambicie për diçka më tepër dhe gjithmonë e përcjellur me një ambicie për te kufijve. E the më herët që ke pasur edhe ambicje me qenë një mantelbardh në të ardhmen, por që prej mantelbardhës kalove pastaj tek spektri i medias dhe prej medias në politik. Pse këto ndryshime? Në fakt, në media kam kaluar si imperativ i kohës, sepse ju jeni dëshmitare kur për herë të parë një medium i pas luftës është hapur në pej, ka qenë Radio Dukagjini. Unë nuk e harroj asnjëherë ftesën e unë i them Agji Fejm, zotit Fejm Kurasani, i cili i mbështetur nga vëllezërit Luka, Ekrem dhe Agim Luka, kanë hapur ditëratën e parë informative në pej. Dhe në shtatorin e vitit 1999, Radio Dukagjini ka qenë një inovacion i jashtëzakonshëm dhe ka pasur një impakt i jashtëzakonshëm tek njerëzit e pas luftës në pej, të cilët kanë qenë gjithandej të mbështjellur me disa urgjenca dhe emergjenca që i them unë, ka qenë mbjetesa në pyetje, ju jeni dëshmitare që Peja ka dalur qyteti më i shkatruar i pas luftës dhe çdo gjë ka qenë mbjetesë, çdo gjë ka qenë rëmbëkëmbje. Megjithatë, Emrusi përbashkë gjithë asaj lufte për mbjetesë rëmbëkëmbje ka qenë shpresa e madhe. Dhe ajo shpresë e madhe, ajo dashuri për Pejen, ata njerëz të mrekullueshëm që i ka Peja, ata ndërmarrës të mrekullueshëm, Esnaf dhe çdo gjë tjetër, kanë bërë që për një periudhë jashtëzakonisht të shkurtër, Peja të rëmbëkëmbët dhe të jetë një nga qytetet më të rëndësishme, jo vetëm në Kosovë, por edhe në gjithë Ballkanin perëndimor, dhe më bëri jashtëzakonisht shumë përshtypje jeta e radios, më pastaj u përkushtova jashtëzakonisht shumë. Jeta e radios ka qenë atraktive, do më thënë ka qenë një model tjetër, një oqean tjetër, ka shi me shkencën, një relacion i jashtëzakonshëm me publikun dhe ja kështu ndrova mendje dhe mbeta aty, duke qenë jo më pak se për 2 dekada tek radio televizioni Dukagjinit, që mbetet për gjithë jetën shtëpia ime e dytë. Dua ta them për dëgjuesit tuaj se televizioni Dukagjini ka qenë televizion lokal, por me një impakt jashtëzakonshëm tek njerëzit, por e kuptoj që imperativi i kohës e ka sjellur në kryeqytet, sepse në kryeqytet zhvillohet edhe jeta diplomatike, edhe ajo ekonomike, edhe shkencore, edhe gjithandej. Por duke qenë aktiviste e jashtëzakonshme për drejtat grave dhe për drejtat njereut, bashkë me miqësinë dhe miket në veçanti që kemi ndarë këtë rrugtim së bashku, e kemi kuptuar që pa dallim sa je aktiviste dhe pa dallim sa e bën mundin për të nxjerrë vendime duhet detyrimisht jesh pjesë e politikës. Si ndodhi pastaj që u kyçet në politik? Prej kujt ishte ftesa edhe e kishe ndoshta të planifikuar më herët apo ishte gjithmonë ekziston një ftesë për ditën e parë në politikë. Ta quaj rrugtimin tim në politikun gjithmonë e kam nisur nga opozita, kam dalur te maggjoranca. Megjithatë, Pejen dua ta nxjerr si një rast të veçantë dhe si një moment të veçantë respektimit të politikave gjinore, sepse kyçja ime në politik më tepër i takon politikave gjinore, domethënë barazvlerësimit gjinor është bërë punë e madhe, njerëzit mendojnë se nuk është bërë asgjë, por në këto 27 vite pas luftës është bërë një punë jashtëzakonisht e madhe dhe konsideroj që jemi në statusin që tash kyçja e grave dhe vajzave në politikë është bërë edhe domosdoshmëri. Jo vetëm dëshirë, por është bërë edhe domosdoshmëri. Në fakt infrastruktura ligjore është jashtëzakonisht shumë e mirë. Në praktik do të punohet shumë për ta gëzuar atë infrastrukturë gjinore, por ju kam juve karshi dhe ju e deni se sa i lehtë është një oqean për t'u kaluar, për t'ja dalur një targu politik, në veçanti kur je grua. Unë dua ta them gjithandej se më është dashur 5 herë të marr pjesë në zgjedhje lokale për të fituar pa kvotë. Domethënë janë bërë shumë ndryshime politike dhe në skenën politike në Kosovë. Nuk është qëndrueshmëria më adekuate dhe më e mira,
Megjithatë, kur njeriu dën dhe kur nuk dorhiqet asnjëherë, kujtoj që është më lehtë për të arritur deri tek targu. Edhe ju treguat mbi të gjitha që është e mundur të fitosh edhe pa kohë sot. Po. Kjo do të thotë që Kosova, sidomos në baza gjinore, ka bërë një progres shumë të veçantë, sepse jo vetëm në zgjedhje lokale, por edhe në ato nacionale, po arrin shumë gra të fitojnë pa kvotën, që është, domethënë bazuar mbi ligjin që është në fuqi, dhe ky është një progres jashtëzakonisht i madh, konsideroj. Si dhe jashtëzakonisht shumë gra e vajza. Jashtëzakonisht shumë janë bërë inspirim për gratë dhe vajzat të tjera. Shpesh në historinë e pas luftës në Kosovë përfshirë edhe ju e dashur në fakt aty mbase burrat ku nuk ja kanë dalur, kanë qenë gratë dhe vajzat, ato që gjithandeje sfundmi edhe flamurin dhe himnin tonë shtetëror kanë ngritur në piedestal. Absolutisht. E dashur, do të kemi edhe shumë çka tjetër për të folur për ty dhe për jetën tënde. Në pjesën tjetër të emisionit, kur Xhenet Syka do të bëj hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Është koha që këtë emision ta nisim me një pikë muzikore, ju mos u largoni nga valët e Radio Kosovës. Rikthehemi pas pak. Miq të dashur të Radio Kosovës, jemi sërish bashkë në studio për ju shoqëron emisioni Hynesha. Tash është koha që e ftuara ime personte Xhenet Syka të bëj hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. E dashur e gati. Gjithmonë. Hajde, zgjedhë një kartë nga e kaluara, në fillim, në mes, në fund, ku të duash. A do më thonë mund ta zgjedh? Po, zgjedhë ku të duash edhe ma jep mua ta lexoj. Ja, dashur. Hajde. Kur jeni zhgënyer nga vetja në lidhje me këtë sjellje, në të kaluarën tënde, sigurisht ke pasur momente të ndryshme dhe sjellje të ndryshme në situata të ndryshme. Ke pasur ndonjëherë zhgënim nga vetja në lidhje me një sjellje të caktuar në një situatë të caktuar? Në fakt edhe sjelljet jo të mira ndonjëherë janë leksione. Ndonjëherë janë leksione. Mbase sjelljet jo të mira i kisha regjistruar vetëm atëherë kur agjenda mbase ngarkohet më tepër se sa njeriu ka mundësi dhe ndonjëherë përshpejtimi i qasjes apo përshpejtimi i përgjigjes mbase nuk është i duhur. Por për mua një nga virtytet më fisnike Elvana është falja. Unë nuk hezitoj të kërkoj falje. As nuk hezitoj të pendohem dhe e kam guximin të kërkoj falje dhe të pendohem. Dhe gjithmonë e kam bërë një relax të vetja ime dhe ta quaj një barazim emocionesh të vetja ime me kërkim falje. Kjo do të thotë që njerëzit e mëdhenj kërkojnë falje, njerëzit që janë akoma më të mëdhenj dhe falin. Falin. Këtu dua dal, sa fal gjeni? Jashtëzakonisht shumë. Dhe them të drejtë, kur fali më bën të ndjehem mirë. Fisnikrohem. Personalisht falja më fisnikron. Po vijat e kuqe të Xhenit kur janë? Shiko, vijat e kuqe konsideroj se i krijojnë rrethanat, të cilat e mundsojnë realizimin e vijës së kuqe. Megjithatë, një vijë e kuqe duhet vëhet kur është një pyetje integriteti personal, integriteti familjar, integriteti i njerëzve që i do dhe t'i duan pa kusht dhe padyshim integriteti i fëmijëve që janë në margaritar. Absolutisht. Të ka vënë dikush përballë vijave të kuqe ndonjëherë në jetë Xheni? Përkundër dëshirës që të kesh? Unë konsideroj që në pozicione vendimarrëse dhe në pozicione me vendime që në momente caktuara janë jashtëzakonisht të vështira, është e pamundur mos ballafaqohesh me pozicionin për t'i vënë vijat e kuqe. Por edhe penalizimet janë leksione të mira për jetë. Falja më e madhe që Xheni ka bërë në jetë, apo po pret ta bësh? I kam bërë disa, do t'i bëj prap. Do t'i bëj prap, jemi njerëz dhe din që në potencialin më të madh të punës time dhe gjithë angazhimit tim, gjithë energjisë time që e bëj për punë, e bëj për ta promovuar pejen. Kur e promovoj pejen, gjithmonë e them në fund. Aseti më i mirë i pejes janë njerëzit e saj. Kështu që edhe në ndonjë gabim të lehtë, njerëzit e mi të pejes meritojnë të falen, sepse konsideroj që edhe rrethi artistik, por edhe rrethi njerëzor bëhet më i madh dhe më fisnik. Shumë e bukur dhe shumë njerëzore. Çka thotë tashmja në këtë pikë? Si edhe një kartë nga e kuqja. Kur jemi të mërzitur ndonjëherë nën A drejt njerëzve, ne i flasim me ta, kërkojmë ndihmën e tyre dhe presim mbështetjen e tyre. Nën B shkojmë kundër të tjerëve, i konsiderojmë ata fajtor, grindemi me ta dhe futemi në konflikte. Dhe nën C largohemi nga njerëzit, izolohemi dhe problemin e zgjidhim vetë. Cila nga këto ju ndihmon më shumë të qetësoheni dhe si ju ndihmon? Unë jam gjithmonë A-ja.
Unë jam gjithmonë aja, mbase kritikohem, mos të them çdo ditë, për qasjen time të drejt për drejt, sepse ideja e zgjedhjes problemit për mua është përballja. Karakteri im është përballja. Elvana, unë dua të përballem, unë ta them, dua të ma thuash, unë dua të përballemi, duhet të debatojmë dhe dua që çfarë do qoftë problemi ta zgjedhim bashkë. Në këtë rast pa dallim a jam e zhgënjur, a nuk jam e zhgënjur, a dua ta zgjedhi një punë, a dua të arriti një qëllim, karakteri im e përqafon përballjen në çdo kohë. Mbase shpesh herë kritikohem, pse je drejt për drejt, pse e thua me një herë, pse reagon me një herë, është pjesë e karakterit, nuk dal dot nga vetja ime. Absolutisht, dhe kjo është e mirë kur e dim çka duam nga karakteri. Gjithmonë. Por sa mendon që ne si popull ose si qytetar jemi të Nuk e gatshëm duan, përballemi me njëri tjetrin. nuk e duan shumë përballjen, shoqëria jonë nuk e di pse, nuk po e do përballjen, shoqëria jonë anashkalon përballjen, shoqëria jonë më tepër preferon heshtjen, ta quaj je më i admiruar nëse hesht, ose nëse e thua verzionin sikur i pëlqen dikujt, por e thash nuk mund të jem jashtë vetës time dhe përballja është pjesë e karakterit tim. Ka kushtuar përballja në jetën Gjithmonë, akoma më Gjeni? kushton. Akoma më kushton, por akoma vazhdoj të përballem sepse është stili i jetës dhe i punës time. Akoma vazhdoj të përballem çdo ditë. Është stili i jetës dhe i punës time, por po kaloj te një tjetër ta quaj fish e jetës. Mbase shoqëria jonë nuk e ka guximin për ta përqafuar përballjen, por në momente të caktuara kur kërkohet një besim e votojnë. Mbase e pëlqejnë e nuk e kanë guximin ta thuan. E pëlqejnë si fshehur azi. Kështu që por më mirë është përballemi. Do të jemi më hapur, më pak të kompleksuar dhe shpenzojmë më pak kohë me zgjedh problemin. Gjithmonë ka zgjedhje. Gjithmonë ka zgjedhje. Gjithmonë nuk do të thotë që zgjedhja duhet të jetë gjithmonë ajo që të pëlqen personalisht, por zgjedhja ka për gjithçka. E përballja ndihmon shumë. E filtron, e vën në pat mirën dhe të keqen, dhe konsideroj që njerëzit kur e dinë që përballesh, mbase janë më të matur për ta filluar edhe një debat, edhe një dialog, edhe një tallje. Në raste të caktuara edhe një tallje. Me stresh tash po e kuptoj që ke pasur shumë përballje në jetë, qoftë në aspektin personal, qoftë në aspektin profesional. Cila është përballja më e vështirë që sot asaj dite e kujton? Në mund ta ndash me një fakt, natyrisht. me patjetër, shiko, përballja më e vështirë si person publik është ballafaqimi me tendencën për baltosje. Çka është e keqja ta quaj e mjedisit dhe e shoqërisë dhe çka po i dekurajon gratë dhe vajzat për me u kyç seriozisht në politik edhe me marrë vendime është përballja për eliminimin e tendencave për baltosje. Ajo çka nuk më pëlqen në skenën politike kosovare është se fatkeqësisht burrat janë edhe sponsorizues të fushatave kundër grave. Burrat janë edhe sponsorizues në qarqe të ndryshme, në fushata të ndryshme për t'i sulmuar gratë dhe vajzat. Unë nuk jam karakteri që në qoftë se sulmohem, dorëzohem dhe japi dorëheqje. Por nuk dua që një sulm i tillë, i pa bazuar, sulm i nxitur apo sulm me tendenca personale, të dekurajoj emrat të tjerë të grave dhe të vajzave që mbase hezitojnë në një moment të caktuar për të marrë një pozitë ku duhet të marrësh vendime të drejtë për drejta. Sa mendon një pyetje të fundit në këtë pjesë, sa mendon që jemi duke bërë progres në këtë aspekt, duke u vetëdijësuar që të ndalim baltosjen kundër njëra tjetrës? Na duhet një qëndrueshmëri e lartë politike, na duhet një nivel i lartë intelektual i kuptimit gjinor, dhe duhet të kuptojmë se gratë më të mira në planetin Tokë janë ato që i suportojnë edhe gratë të tjera. Sepse vetëm kur suportohen gratë të tjera, gjërat mrekullueshme mund të ndodhin. Këtë e di edhe ti, Elvana, e ke parasysh. Dhe kjo është ideja që gratë vetëm duhet guxojnë të veprojnë. Ta them të drejtën, sikur e dini edhe ju, në Kosovë janë akoma më të interesuara asociacionet ndërkombëtare për të promovuar e mbrojtur rolin e gruas në vendimarrje, sesa disa nga asociacionet vendore apo ta quaj vetë shoqëria jonë.
Kjo është e Mbase vërtetë. akoma nuk do të respektohej kuota për prezantimin e grave jo vetëm në politikë në parlament, por gjithandaj institucioneve, bordeve dhe asociacioneve të rëndësishme civile. Kështu që duhet ta kuptojmë dhe ta mbarojmë luftën me njëra tjetrën, për ditë më të mira. Për ditë më të mira për Kosovën. Vetëm atëherë do ta kemi vendin e Unë merituar them në Kosovë ka vendimarrje. punë për të gjithë, ka hapësirë për të gjithë, ka prezantim për të gjithë, sepse të gjithë e bëjnë një punë mirë. E vërtetë. Vetëm duhet ta mbarojnë luftën me njëra tjetrën dhe veçanti me njëri tjetrin. E këtu të shpëton përballja. Më mirë është të përballemi se sa të sponsorizojmë fushata tendencioze. E vërtetë, dhe vetëm atëherë do ta kemi vendin e merituar në shoqërinë e Detyrimisht. vendimarrje. Detyrimisht. Çka thot e ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Gjeni përndryshe shpejt hyrje në lojë. Shkojmë me Faleminderit. të parën në të fundit. E provova e para. Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Për të përmirësuar ose zgjidhur temën që po diskutohet, mund të jetë më mirë të përdorni meditim, lutje, relaksim ose vizualizim. Çfarë mendoni se mund të përdorni dhe pse? Në këtë rast cila është gjeni më tepër e meditimit, e lutjes, relaksimit apo vizualizimit? Unë jam lutja. I pëlqej lutjet në momente të caktuara, është diçka për te i secilit prej nesh. Jam e tipit që lutja më qetëson dhe dua gjithmonë t'i besoj lutjes. Duket se është prapa meje dhe në një formë plotësohem. Unë jam lutja. Shumë e bukur dhe shumë e Më thjeshtë. plotëson, më plotëson. Është ideja sa ju plotëson. Shumë e bukur dhe shumë thjesht e thënë. Gjeni, Faleminderit. ky është fundi i raundit të parë të hapjes së kartave, tregom si po ndihesh në këtë pjesë. Jashtëzakonisht mirë dhe po më pëlqen shumë adrenalina derisa po e lexoj pyetjen. Po më bën të ndihem e veçantë. Do të kemi Domethënë ka emocion. Ka Më emocion. vjen mirë, do të kemi edhe shumë çka tjetër bashkë për të folur në pjesën e dytë të këtij emisioni, në raundin e dytë të hapjes së kartave nga Xhenet Syka, ndërkohë që ne sërish i rikthehemi muzikës, vim vetëm pas pak në studio. Me që të dashur të Radio Kosovës, jemi rikthyer sërish në studio për ju shoqëron emisioni Hynesha, tash është koha për raundin e dytë të hapjes së kartave të Xhenet Sykës, drejtoreshës së kulturës në komunën e Pejës. Ta shohim bashkë se ku do të lundrojmë në 3 perspektivat e jetës së saj. Dashur e gati. Gjithmonë. Hajde një kartë nga e kaluara. Tash po filloj nga fundi. Nga fundi, ja. Ta Hajde. shikojmë. Okej. Çdo kartë e konsideroj një risk E për vërtet. përgjigjen. Dhe pyetjet nuk është e janë fort të lehta. Më mirë. Çfarë mendimesh të pakëndshme keni zakonisht për atë që keni diskutuar? Prapa kamerave, vetëm sa më the diçka të tillë, po të lidhen kartat. Kur rikthehesh në të kaluarën tënde dhe bën një rezume, cilat janë mendimet më të pakëndshme që zakonisht të vinë në mendje? Çfarë e bën dikën të lumtur ose të privilegjuar nëse lë gjurmë të keqe në jetën e dikujt tjetër? Ditë më parë u paraqita në skenën e të diplomuarve të gjeneratës. Është një ditë e bukur e Pejës. Një nga ditët më të bukura që ka Peja është diplomimi i gjeneratës së studentëve. Dhe jo rastisht me atë diplomim fillon edhe java e Pejës, që ne shpalosim shumë aktivitete dhe ta quaj i urova jashtëzakonisht shumë. Duke i kujtuar që nuk është gjithçka në jetë diploma. Mbase më e rëndësishme është që gjatë rrugtimit të tyre t'i bëjnë edhe njerëzit e tjerë të ndjehen mirë në momente të caktuara. Dhe do të vazhdoj akoma ta trajtoj pyetjen. Çfarë dikën e bën të ndjehet mirë në qoftë se bën një gjurmë të pakëndshme për dikën tjetër? Sigurisht. Do të vazhdoj, domethënë karshi përditshmërisë, karshi takimeve të shumta, karshi konkluzioneve të shumta, mbase të nxjerr një përgjigje, akoma nuk e kam të kompletuar. Absolutisht. Dhe akoma do ta përsëris si pyetje. Mbase në një det do të shkruaj diçka. Absolutisht. Dhe sigurisht është e vështirë ta kemi dhe si përgjigje, sepse vetëm ata që bëjnë ose i bëjnë të tjerë të ndjehen. Përgjigjja Mund ta është dinë si përgjigjen më së përfundojnë. miri. Përgjigjja është si përfundojnë. Përgjigjja është çfarë background i marrin, çfarë feedback, domethënë çka pason pas asaj, dhe përgjigjja është fundja çka. Gjeni të kanë bërë shumë të tjerë të ndihesh keq gjatë jetës tënde, ndoshta Në momente të caktuara po. Në momente të caktuara po. E keqja më e madhe është e keqja dashësve, karshi personalitetit tim, është që është bërë e keqe me tendencë. Sepse kur ke ndonjë, ta quaj, kur ke ndonjë garë, kur ke ndonjë luftë e cila nuk është konstruktive,
sepse edhe gara politike, edhe gara profesionale, edhe gara arsimore, madje edhe gara familjare është e kualitetit. Po. Është e natyrshme. Gjithë jeta është garë. Gjithë jeta është garë, edhe në familje jeta është garë për më mirë. Për ditë më të mira. Por e keqja është vetëm kur vjen nga tendenca. Ke pasur raste kur i ke falur edhe ata që të kanë bërë keq me tendencë? Shiko, e dashur, unë në fakt nuk mire me ta fare, për arsye se konsideroj që në momentin që kundërvihesh apo mirësh në një formë i bashkohesh hapave të asaj valleje. Në fakt, unë konsideroj që shumë njerëz nuk duhet të hynë në vallen që nuk i takojnë. Ke parasysh? Megjithatë, përgjegjja më e mirë është suksesi në punë. Unë gjithmonë e marr si konkluzion, çdo sukses në punë është përgjegjja më e arrirë që mund të ekzistojë. Po, absolutisht. Në raste të caktuara, madje ndoshta edhe pa fjalë, pa shkrime. Çdo përgjigje në punë është e arrira më e mirë që mund të ekzistojë. Nganjëherë edhe vetë heshtja është përgjigje për dikë. Për ata që dinë ta kuptojnë. Gjithmonë. Çka thot e tashmja në këtë pikë, zgjidheni një Ta shikojmë. Po filloj edhe këtu nga fundi. Hajde. Strategji e mirë e gjenit. Humori është një mekanizëm i avancuar mbrojtës në të cilin një person shpreh hapur idetë, veçanërisht ato të pakëndshme, duke u fokusuar në argëtimin ose ironinë e situatës. Për shembull, një person që ka një sens të keq drejtimi dhe humbet rrugën, shpesh mund të tregojë ndonjë shaka dhe të thotë gjëra të mira për veten e tyre. Kur dhe si e përdorni humorin si mekanizëm mbrojtës, jepi një shembull. Po të lidhen kartat me personalitetin dhe bisedën. Elvi, unë s'mund të jetoj pa humorin. Më tepër e dua humorin e kuptimit pozitiv, sepse është i mirë, e relakson situatën, i bën njerëzit të buzëqeshin, por në momente të caktuara, mbase më mirë është jepet një vrejtje, ndonjë humor ta quaj me një kuptim të veçantë, se sa të vendoset vija e kuqe. Edhe humori i butë e bëjnë ndonjëherë, edhe humori i butë në kuptimin e veçantë e paraprin një vijë të kuqe për ta rikthyer situatën në relaksim. Kështu që më mirë është, unë nuk dua t'i humbas njerëzit. Atë çfarë nuk dua të humbas në jetën time, nuk dua t'i humbas njerëzit, sepse njerëzit janë vetë jeta. Njerëzit janë emocioni, njerëzit janë adrenalina dhe vija kuqe i humbas njerëzit. Më i mirë është humori i butë. Ke humbur shumë njerëz në jetë? Në raste të caktuara, megjithatë unë investoj shumë për mos t'i humbur njerëzit dhe i mbaj tek aura ime. Sa mendon se ja vlen investimin që e bën tek njerëzit, sepse kjo po nuk mund të jetoj pa njerëzit. Kjo është ideja ime, nuk më pëlqen vetmia. Nuk më pëlqen vetmia dhe ideja e energjisë e investimit tek energjia ime janë njerëzit. Jo gjithmonë janë mirënjohës, por kapitull pas kapitulli e kam kuptuar që mbase karakteri më i dëmshëm është jo mirënjohësi. Dhe e kam kuptuar që nuk ja vlen të diskutohet apo ta bindesh mos mirënjohësin. Mos mirënjohësin e klasifikon koha vet, por unë i falendrojm kohës që e mundson gjithmonë klasifikimin e mos mirënjohësve. Përndryshe njerëzit që janë të përulur janë të mirë gjithmonë. Ne gabojmë gjithë, sepse jemi të gabushëm, por i dua njerëzit e përulur. Çfarë kam kuptuar tjetër? Në qoftë se nuk je i përulur, nuk e kupton mirënjohjen asnjëherë. Do më thënë, në qoftë se nuk je i përulur, asnjëherë nuk do t'jesh mirënjohës. Dhe është mirë, kam kuptuar këtë ndarje ta quaj, e cila ka rol diametralisht kundërt te karakteret e njerëzve, por besoj që bota ka njerëz më të mirë. Por atëherë më shumë në njerëz mirë shumë. Bota ka njerëz mirë shumë dhe duhet t'i duajmë. Gjeni super pozitive në gjithçka që flet, kjo vrihet natyrisht edhe nga puna e saj, por edhe nga karakteri që mundohet jashtëzakonisht shumë t'u nxjerrë vetëm anën e mirë njerëzve, duke i anashkaluar natyrisht edhe dobësitë që eventualisht njerëzit mund t'i kenë. Gjeni, kemi ardhur tek karta e tretë e së ardhmës, zgjidheni një kartë. Ja. Risku i fundit. Me të fundit, ë? Po.
Në lidhje me edukatat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Për të përmirësuar apo zgjidhur temën që po diskutohet, a mendoni se do të ishte mirë të drejtoheni dikujt për një ndihmë profesionale? Çfarë lloj ndihme do të ishte kjo dhe pse? Për ta thjeshtësuar, a është gjeni person që kërkon ndihmë profesionale në raste të caktuara dhe nga kush? Jashtëzakonisht po. Jashtëzakonisht po. Vendimet me peshë konsideroj që gjithmonë janë më të shëndosha në qoftë se paraprakisht konsultohet marrja e vendimit me njerëz që kanë të bëjnë me natyrën e vendimit. Unë jam e natyrës Elvan që njerëzit ka njerëz të mençur pafund, ka njerëz të arrir, ka njerëz që shkruajnë bukur, ka njerëz të lexueshëm. Megjithatë, jo të gjithë njerëzit janë të gjithdijshëm. Kuptohet. Kështu që është mirë të konsultoheni njerëzit që profesional janë të lidhur me debatin për çfarë duhet të nxjerret vendimi. Kë e ka gjeni personin më të besueshëm, ta quaj, në aspektin profesional që asnjëherë nuk përton ti kërkoj ndihmë për një çështje të caktuar? Personat e besueshëm kanë të bëjnë me idetë e njëjta. Natyrisht. Personat e besueshëm kanë të bëjnë me vlerësimet e njëjta. Personat e besueshëm kanë të bëjnë me shijen e njëjtë. Personat e besueshëm kanë të bëjnë me stilin e jetës të njëjtë. Personat e besueshëm kanë të bëjnë me dashurinë për gjërat e njëjta që i do edhe ti. Po. Dhe këto janë kriteret, unë kam shumë emra dhe mbiemra që i konsultoj. Një prej tyre, që i dua fort shumë, por karshi situatave nuk isha përmendur emra dhe mbiemra sepse kam shumë njerëz që i konsultoj. Dhe i dua shumë njerëz që edhe më konsultojnë për parime të njëjta. Bota është më e mirë me konsultime. Vendimet janë më të mira, janë më të plota. Dialogu mundson gjithçka. Duhet vetëm të dimë ta përdorim. Toleranca. Absolutisht. Gjeni, erdhëm edhe tek fundi i raundit të dytë, para se të pyes se si po ndihesh, dua të pyes se sa je e lidhur me artin dhe muzikën. Në fakt atë na the në pjesën e parë, e the që je shumë e lidhur me muzikën dhe në këtë pikë të emisionit unë zakonisht i pyes hyneshat se çka dëshirojnë të dëgjojnë në valët tona, cila do të ishte një këngë që ne mund ta plotësojmë për ty sonte. Çfarë? Po e sillim një këngë që e karakterizon pejen. Hajde. Kulturën në pej. Se ç'po m'duket e di cilën. Cila do të ishte ajo? Unë kur kam nxjerr disa promovime për kitazi me shtegun kulturor, për kitazi me turizmin e aventurës, për kitazi me gastronomi në pej, për kitazi me agjendat kulturore në pej, i kam nxjerr që o sa tri e sa të reja, pra po qesh, po gëzohet peja. Peja, okay. Është këngë e Danit, apo? Është këngë e Danit, edhe Dani është një nga identitetet. Është një nga identitetet kulturore të pejes, kështu që kënga më bën me emocion dhe ngërthen në një rimëkëmbje, e ngërthen shpresën për pejen. Absolutisht, shumë zgjedhje e bukur. Unë do të los deskun e muzikës që tani bashkë të dëgjojmë Danin dhe po gëzohet peja, vetëm për dëshirën e Xhenet Sykës që sonte po bën hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Ne rikthehemi vetëm pas pak me raundin e tretë dhe të fundit. Qëndroni me ne. Jemi shoqëruar kështu me Danin dhe dëshirën muzikore të hyneshës sime për sonte, Xhenet Syka, e cila po bën hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva dhe bashkë ne po lundrojmë në për shumë etapa të jetës së saj të rëndësishme, personale dhe profesionale. Dashura, je gati për raundin e tretë? Shumë. Zgjidhe një kartë nga e kaluara. Tash me të mesit, strategji. Tash po filloj me të mes. Kjo është më mirë të bëhet një lëvizje. Kjo është pyetja më e vështirë. Do ta gjeni një përgjigje. Si e sheh Gjeni të kaluarën e saj në pak fjalë? E kaluara ime është leksioni më i mirë i të gjitha ditëve të mia të ndritura. Si të tillë e trajtoj, si të tillë e respektoj, dhe çdo ditë e kaluarës time është një mësim i ri i ditës së re në jetën time të re. Shumë shkurt dhe shumë bukur e thënë. Çdo ditë e së kaluarës është përgjigje e çdo sfide të përditshmes. Me mesazhe shumë të thella brenda tyre për ata që dinë. Është leksioni më i mirë. Mes rreshtash. E respektoj pafund,
e dua të tillë si është dhe më ndihmon jashtëzakonisht shumë për etapën e re. Sikur të kishe një shkop magjik në duar, do ndryshoje diçka nga e kaluara jote në këtë moment tani? Mbase shiko ka ndryshu, rrethanat njët ka ndryshu shumë. Do më thënë, vitet e 80-ta, vitet e 90-ta, fund shekulli 20, dallon shumë me mundësit e fillim shekullit 21. Vërtet. Dallojnë mundësit, dallojnë dëshirat, dallojnë ëndrat, disa mundësi sot kanë qenë absolut të pamundura për fund shekullit 20. Absolutisht. Për këtë arsye mbase më mirë të jetë autentike, sikurse është. Dhe vetë jeta në fakt është vetëm autenticiteti të drejton drejt. Shumë e vërtetë. Dhe jeta e secilit konsideroj që është autentike, sepse nuk mund të kemi dy njerëz të ndryshëm. Unë e çmoj shumë. E kam shumë të rëndësishëm për jetë autenticitetin. E kam shumë të rëndësishëm për jetë autenticitetin. Zgjidhe një kartë nga kështu që le të mbetet autentike, është më mirë. Zhvlerësimi është një mekanizëm mbrojtës në të cilin krijohet një opinion tepër negativ për veten, të tjerët ose rrethanat. Siç është besimi, gota është gjithmonë gjysmë bosh. Kur dhe si e përjetoni zhvlerësimin si mekanizëm mbrojtës, jep një shembull. Ta them të drejtën, nuk dua ta përjetoj, por nuk dua ta trajtoj. Nuk dua ta trajtoj si të tillë, në qoftë se ka mundësi të zgjedh, kohën minimale do t'ja kushtoja vetëm zhvlerësimit. Nëse do të më pyesje, çfarë kishe kushtuar kohë minimalisht pak, ta kisha thënë zhvlerësimit. E ke përjetuar në jetë? Zhvlerësimi është pjesë e jetës. Njerëzit në momente të caktuara mbase mundohen të mendojnë që përmes zhvlerësimit do të arrijnë një qëllim të caktuar, apo do të eliminojnë nga gara apo nga skena, por konsideroj që kam investuar mjaft tek vetbesimi dhe kur ke një kup që investon shumë, pastaj gjërave tjera ju kushton më pak kohë dhe rëndësi. Po, natyrisht. Karshi mirëbesimit është luftë e vogël për mua. Nuk e kisha regjistruar në konkurrencë. Nuk do i kushtoje shumë vëmendje. Jo, nuk e kisha regjistruar në konkurrencë. E ardhmja dhe e fundit fare për këtë edicion, jemi drejt minutave të fundit. Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për cilin do të punoni, cili është hapi i parë që do të ndërmerrni për të arritur këtë qëllim. I kam përgjigjet të them të gatshme. Secili nga ne duhet ta respektoj pafund të kaluarën. Secili nga ne duhet të nxjerr mësimet më të mira nga e kaluara. Dhe secili nga ne duhet ta pranoj të kaluarën ashtu sikur është, autentike. Në mënyrë që gjithë rrëfimi i së kaluarës të shndrohet në vetbesim. Në momentin që shndrohet në vetbesim, zhvlerësimi mbase nuk ekziston. Po, kjo është e vërtetë, por karshi kësaj që po thoni, cili është qëllimi për cilin ju do të punoni në një të ardhme të afërt? Të vazhdoj të reflektoj. Personal ose profesional. Të vazhdoj të reflektoj se me vetbesim arrihet torgu. Me njerëz autentik. Mendon që vetbesimi dhe vetëm njerëzit autentik mjaftojnë për të arritur një qëllim të caktuar në janë shtylла të rëndësishme. Por pastaj duhet të elaborohen. Në asnjë moment pa zhvlerësuar, domethënë veten tënde dhe punën që bën. Gjeni një qëllim të caktuar që mund ta ndash me ne. Do të vazhdoj akoma më tepër, shikoj Elvana, tash jeta ime është bërë jetë publike. Unë do të vazhdoj akoma më tepër të japi energjinë time për të mirën publike, sepse konsideroj që çdo ditë mundohem ta arsyetoj këtë punë dhe këtë detyrë. Natyrisht. Dhe përmes energjisë që jap në jetën publike, dua që të jem edhe një inspirim për njerëzit që duan nesërmen ta zhvillojnë duke punuar dhe punë publike për një të ardhme më të mirë për të gjithë. Dhe gjithmonë dua të reflektoj nga vendi ku jemi, se Peja është vendi më i mirë për të jetuar dhe për të punuar. Kosova në fakt është një vend jashtëzakonisht i mirë në përgjithësi, por të mos u bërë lokalista tani, se mund të na gjykojnë dëgjuesit të dyja e kam filluar këtë punë dhe dua ta bëj me mirëbesim. Po, absolutisht. Gjeni në gjithë këtë rrugtim tëndim profesional jashtëzakonisht të ngjeshur, një agjend jashtëzakonisht të ngjeshur
që e thash në fillim e ke jo vetëm në qytetin e Pejës, por pothuajse në mbar Kosovën, sa ka kohë gjeni për jetën e saj private dhe për familjen. Unë e di që keni familje të mrekullueshme me një djalë të I jashtëzakonshëm. dua fort Sa ke shumë, kohë disi e për kam ta? kuptuar agjendën time, edhe unë jam autentike të familja me këtë agjendë. Jeta më ka mësuar që mbase jeta private më mirë është të ngelet në konditat private. Dhe kohën që e kam me ta e kam jashtëzakonisht shumë kualitative dhe është energjia më e bukur e jetës. Absolutisht. Është dielli i jetës. Absolutisht. Gjeni, kjo ishte minutazha për hapin e kartave të jetës tënde në 3 perspektiva, tani që jemi krejt në fund, tregom cili është reflektimi yt mbi veten tënde dhe si po ndihesh. Po ndihem jashtëzakonisht mirë, po e dua këtë datë, nuk e di se kur transmetohet emisioni, megjithatë sot është dita botërore e grave në diplomaci dhe duke qenë para një profili e cila na ka prezantuar gjithandej kontinenteve si ambasadore e vullnetit të mirë, dua të uroj për këtë ditë. Faleminderit. Je inspirim për shumë gra dhe vajza, të motivoj të mos ndaleni asnjëherë dhe ta gëzosh ditën tënde sepse e meriton. Faleminderit për diplomacinë që i bën vajzave dhe grave kosovare. E dashur faleminderit edhe për nderin e veçantë edhe për komplimentet. Me shumë Unë e kënaqësi. thash ishte një nga emisionet më emocionuese, sepse ta intervistosh pas 23 vitesh personazhin që ty të ka intervistuar në intervistën e parë në jetën time, ku isha vetëm 13 vjeçare, nuk ishte gjë e lehtë. Kështu që faleminderit, do ta mbaj si një kujtim shumë të veçantë të jetës time. Faleminderit edhe për gjithë punën e bukur që e bën jo vetëm për qytetin e Pejës, por për gjithë Kosovën. Me shumë dashuri. Faleminderit ty, bota është e rrumbullakët dhe ja u takuam në një moment tjetër dhe dikur ishte një vajzë lozonjare. E kujtoj mirë, menaxhoje me të gjitha aktivitetet e tani po flas para një ambasadoreje. Faleminderit. Ju admiroj. Faleminderit. Të dashur dëgjues, kemi qenë kështu në një bashkë bisedim shumë të këndshëm me drejtoreshën e kulturës në komunën e Pejës, zonjën Xhenet Syka, e cila bëri hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Me mua Elvanën dhe një hynesh tjetër, bashkë takohemi javën tjetër. Gjithë mirat.